Miqtë të dashur të televizionit Alsat, jemi së bashku me gjurmët, ndërsa sot do të flasim për një temë për të cilën kemi diskutuar shpesh herë, sepse kam parë sa e rëndësishme është që të ngritet vedia pikërisht për këtë çështje. Sot do të flasim për një temë të rëndësishme dhe mjaft të ndjeshme, do të flasim për edukimin special, sfidat e prindërve dhe për mbështetjen që duhet të kenë fëmijët me nevoja të posaçme. I ftuari ynë sot është një edukator special dhe autor i një doracaku. Libri nuk je vetëm, i dedikuar prindërve dhe familjeve që përballen çdo ditë me sfida, por edhe me shumë dashuri dhe përkushtim për këta fëmijë. Sot do të mësojmë më shumë për rrugtimin e tij profesional dhe pikërisht për këtë libër që momentalisht kam në duar. Kemi të ftuar Boletin Zenuni, pra edukator special dhe autor i librit Nuk je vetëm. Mirë se erdhe në Alsat. Mirë se u gjeta, Lisa, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për mundësinë për të qenë pjesë mysafir i mediumit më të ndjekur tek ne. Njerit çdo herë që vi këtu ndjem me të vërtetë si në shtëpi, sepse ashtu e llogariti televizionin Alsat. Faleminderit edhe një herë. Më vjen shumë mirë që ndjehesh kështu tek shtëpia jonë dhe uroj që do të kemi një bisedë shumë të bukur dhe përmbajtësore dhe nuk kam as pak dyshim te kjo, duke marrë parasysh të gjithë përvojën dhe përkushtimin tënd në këtë drejtim. Para se të nisim diskutimin ton për librin që e prezantova paraprakisht, unë dua të ndalim pak tek karriera jote. Dua ta nis që nga fillimi, si të lindi dëshira për të bërë edukator special dhe për të marrë këtë rrugtim. Është shumë interesante, përvoja jetësore luan rol të rëndësishëm dhe ka luajtur rol të rëndësishëm në formimin tim profesional. Para se gjithash unë vi për një familje në të cilën kemi një antar të familjes me nevoja të veçanta. Kam motrën që është më e vjetër se unë, që është me një nga sëmundjet apo sindromat shumë të ralla dhe shumë pak njerëz kanë në botë si motra, e diagnostifikuar herët në shtetin e Zvicrës, pasi që ajo jeton atje, është e vendosur në një institucion për cilën përkujdesen për persona të tillë, së bashku me pjesën tjetër të familjes, respektivisht me dy prindërit e mi. Duke ndjek rrugtimin e saj, duke pa sfidat në për të cilat ne si familje kemi kalu, duke pa prindërit e mi të cilat nuk e kanë pasur dhe aq të lehtë jetën për krah gjithë kësaj gjendje dhe gjithë kësaj sfide, më ka lind ideja dhe e kam ndjerë thellë në veten time se diçka duhet kur të rritem të bëj që t'ju lehtësoj jetën prindërve të mi, dhe përfundova duke u përpjek dhe duke u mundu që t'u lehtësoj jetën shumë prindërve tjerë, të cilët janë bekuar, mund të them lirisht, me fëmijë dhe antar të familjes me nevoja të veçanta, pasi që të kesh një person të tillë në familje, të ngrit automatikisht një gradë më lart, edhe është një bekim shumë i madh krahas gjithë sfidave dhe rrugtimit të vështirë që ata e kalojnë. Pra, kjo ka qenë arsyeja kryesore për cilën unë jam dhënë pas këtij profesionit, edhe sot do ushtroj këtë profesion me shumë kënaqësi dhe me shumë vullnet të madh. Sa e bukur kjo, një mesazh shumë i bukur për të gjithë ato që aktualisht përballen me të tilla peripeci, të them peripeci të bukura, sepse edhe të kujdesesh për persona të tillë është një kënaqësi më vete, sado që është përgjithësi, po e përmende Zvicrën paraprakisht, është fat i madh që të kesh mundësi që të qosh familjarët në vendet e largëta për trajtim, për një jetë pak më të mirë. Megjithatë, jo të gjithë kanë këto mundësi. Ku e sheh Maqedoninë në këtë aspekt? Sa larg jemi nga kushtet edhe cilësinë që ka rehabilitimi jashtë? Fillimisht unë një pjesë të shkollimit fillore kam mbaru në Zvicër, pasi që ne si familje kemi jetu një pjesë të kohës atje. Pikërisht kjo ka qenë edhe arsyeja që për cilën jemi kthy prej Zvicrës, edhe kemi vendosur që kontributin, shkollimin ton, përgatitjen ton profesionale ta japim këtu, ta japim tek njerëzit e tanë, t'u mundsojmë do të thotë një trajtim pak më të mirë personave të cilët nuk e kanë pas fatin dhe nuk e kanë fatin si prindërit e mi që t'jenë në Zvicër apo kudo qoftë në shtetet e zhvilluara socialisht dhe ekonomikisht. Prandaj edhe gjatë rrugëtimit tim profesional shpeshherë më kanë ardhur edhe mundësi të tilla që të largohem prej këtu dhe të shkoj jashtë punoj, pasi që profesioni jonë është një profesion mjaft delikat, është profesion që duhet shumë përgatitje
them ashtu në thojza përgatitje nervore, t'jesh i stabil që të përballesh me lloj-lloj situate. Kam pas mundësi të dalë jashtë, dhe kam pas mundësi të largohem, nuk e kam preferuar një rrugë tillë, kam ndesh që t'jem këto, të kontriboj këto, edhe të mundësoj gjithë atyre familjeve, gjithë atyre personave që të marrin sadopak një dorë të ngrohtë të trajtimit profesional, edhe pyetja ishte shumë e vend ku e shihni Maqedoninë në këtë aspekt. Ta trajtojmë këtë çështje si në formë figurative prej te shkalla 1 deri te shkalla 10. Kemi dashur, dëshirojmë mbi të gjitha, edhe ëndra jonë është që Maqedonia si shtet ta arrijë gradën 10 sa i përket kësaj sfere flas. Mirë po, nuk mund të themi se sot në vitin 2026 nuk jemi edhe te shkalla e 5 ose te shkalla e 6, pasi që dihet se kohët e fundit janë hap dimensione të reja, janë hap dyert të reja, ka filluar mbi gjitha vetdia e popullatës të ngritet sa i përket kësaj çështje, që është shumë e rëndësishme, por kjo e gjitha ka ndodhur fal edhe rritjes së numrit të profesionistëve. Tash kemi për shembull përgatitjen profesionale të edukatorëve special të rinj që vijnë në Universitetin Shtetëror të Tetovës ekziston katedra për edukim special, prej aty dhe ka marrë doni si gjenerata e parë edukatorëve special dhe rehabilitatorëve që kanë mbaruar studimet në gjuhën shqipe. Do të thotë te pjesa jonë rritet për çdo ditë, domethënë për çdo vit realisht rritet numri i edukatorëve, i logopedëve mbi gjitha, që arrin të diplomojnë dhe të futen menjëherë në procesin e ngritjes mbi gjitha të vetdijes për trajtim dhe pranim të barabartë të këtyre personave. Pra, ne po mundohemi Lisa me mishë dhe shpirt, me gjitha forcat tona, me kolegë, me bashkëpunëtorë të sferave të ndryshme, që bashkarisht ta sqillim vendin tonë në vendin dhe në atë shoqërinë e shteteve të zhvilluara, për të cilave kemi synim edhe kemi ëndër që t'i arrijmë sa më shpejt. A ka pas ndonjë moment Buletin që ti ke thënë, ok, jam i bindur se unë kam zgjedh profesionin e duhur, duke marrë parasysh këtu të gjitha rastet e shumta që trajton dhe ke trajtuar gjatë karrierës tënde, cilat momente të kanë lënë më shumë bresa dhe ke thënë kam bërë zgjedhjen e duhur? Ka shumë momente. Ne jemi të prirur që zakonisht si njerëz, si qenje ti tregojmë gjithmonë ato momentet që na dëshpërojnë zakonisht. Pakas jemi të prirur për në shku ka natyrë negative, jemi pak pesimist për nga natyra, po edhe shpesh ndodh që ka ndodhur gjatë karrierës time që ndonjëherë jam dëshpëruar. Është fakt kjo, pasi siç thash, puna jonë është punë mjaft delikate, është punë që dëshiron shumë përkushtim, edhe ka ndodhur që kam thënë, jam lodhur, nuk duhet të vazhdoj më. Megjithatë, pas çdo këtij momenti, ka një moment shumë i mirë, ka një mesazh i thjeshtë, ndoshta për ndonjë prindi, për cilës mesazh ke pa që ai prind tu ka falendëruar për punën që ke bë. Është drejtuar se ti je motivi edhe tu ka falendëruar për gjithë atë punën që ke bë me fëmijën e tyre, edhe realisht në këtë mesazh te ke gjetë vullnetin për të vazhduar para. Momente tjera janë pas çdo ore trajtimi që mbajmë, punës praktike, motivi është e prindërit se si tregojnë se po fëmia im ka tregu sot këtë moment të mirë që nuk e ka tregu më herët, ose ka filluar ta shfaqe këtë element pozitiv që më herët nuk e ka shfaqe, dhe kjo fal punës juaj edhe përkushtimit tuaj. Gjitha këto janë elemente pozitive dhe motivdhënëse që për mua që të vazhdoj edhe më tutje ta pjek këtë punën time dhe të vazhdoj me përkushtimin më të madh të punoj. Por mbi gjitha është, siç tash kthejmë gjithmonë te burimi kryesori, është te motra ime te Saranda, burimi kryesori i energjisë, për cilën vazhdoj punoj edhe gjithmonë e kam mendje se nëse nuk po arrij unë ta ndihmoj atje ku është, s'pako të bëhem shpresë dhe të bëhem motiv për prindërit edhe për shumë Saranda tjera që janë këtu në vendin tonë. Me që jemi këtu, tani do të shfrytëzoj momentin që të dalim pak edhe tek libri. Kisha kënaqësinë që të jem pjesë edhe e promovimit të librit pikërisht, edhe më erdhi shumë mirë kur pash
pikërisht prindërit e atyre fëmijëve që ti ke kaluar shumë kohë me to dhe i ke trajtuar, besoj. Edhe pas tek këto emocionin edhe të gjitha ndjesit që i vini në momentet kur ishim duke folur pikërisht për këtë çështje, që besoj është edhe një shtysë e madhe edhe për ty. Çfarë të motivoi të shkruash një libër që besoj është më së rëndësishme që të jetë në duart e secilit prind që përballet me të gjitha sfidat edhe peripecitë edhe ndryshimet që të vinë kur je duke u përballur me një fëmijë dhe duke rritur një fëmijë me nevoja të posaçme, që është një situatë më e ndjeshme edhe më e vështirë pak. Po gjatë karrierës time profesionale, gjatë punës praktike, unë edhe tek promovime kam e ceka përpara të pranishmeve që të kolegët e mi, pasi që punojme në një institucion shëndetësor dhe karriera ime varet kryesisht do të thotë ka qenë me përvoja ime ka qenë për institucionet shëndetësore, edhe gjatë atyre kontrollave të para vlerësuese për cilat caktojnë prindërit e fëmijëve me nevoja veçanta, caktojnë terminet e tyre për kontroll të fëmijëve të tyre. Unë njihen të kolegët e mi se gjithmonë kontrollat e unë zgjat më shumë se të tjerë, edhe ndonjëherë kam pas të tilla them thojza vërejtje profesionale se ti shumë po ju përkushton, shumë po miresh edhe më shumë se sa defekt i bukur profesional. Është shumë defekt i bukur. Ky defekt më karakterizon, nuk mund dal prej atyre konturave, prej asaj që jam realisht, sepse unë thash vi prej te unë kam pas fatin të miksohen tash dy gjendje, edhe puna profesionale dhe puna e përvojës jetësore, familjare me motrën Sarandën, edhe e di se ato prind realisht ku ju dhem. E kam atë aftësinë, ndoshta për shkak se jeta ma ka mundësu ta kem një dhunti të tillë, një aftësi të tillë, që të ndaj pak ma shumë kohë. Edhe paralel me profesionin tim për edukatori special, më është të mvesh pozitivisht them, edhe profesioni këshilluesit familjar. Në pushtetet e zhvilluara, ekziston edhe profili një këshilluesit profesional, për cilën ndjek situatën, ekskluzivisht situatat e prindërve, gjendjen e tyre emocionale, jo vetëm në këtë sferën e fëmijëve me nevoja të veçanta, po dhe sferën e gjitha problemave shëndetësore që i kanë. Edhe më është në veshje dhe di realisht se ku ju dhemë dhe çfarë probleme kanë. Pastaj pikërisht për këtë arsye vendosi që të përkushtohim pak më shumë. Edhe gjatë karrierës kam pa që po më duhet shpesh me u përsërit me prindit për problematikat e njëjta. Edhe më ka lindin edhe situatat e njëjta dhe më ka lindin ideja kam thonë, po sikur unë ti mbledh gjithë këto situata, ti mbledh gjithë këto përvoja, edhe ti la dikun si në formë të shkruar, edhe në formë të këtij doracakut për cilën do të thotë jemi duke folë edhe në këtë formë që është, që të kenë mundësi gjithë ata prindë që nuk kanë mundësi me arton, ose nuk njihemi, po të kenë mundësi ta kenë diku një platformë, si ta formuloj një emër adekuat, ta kenë ku do të munden ti lexojnë gjithë ato gjëra që për të cilën i kanë kalu, duke filluar prej procesit edhe momentet të parë kur prindërit ballafaqohen me faktin se ata kanë një fëmijë me nevoja të veçanta, që është njëri nga momentet ose të momenti më i rëndë në jetën e tyre, sepse pritshmëritë e çdo prindi gjatë procesit të cilët janë duke e prit ardhjën e fëmijës tyre, e presin një fëmijë ideal, e presin një fëmijë që do të jetë maksimalisht i mirë, që do të jetë edhe me ideta, me ëndrat e tyre, se ai fëmijë do të bëhet një ditë më i mirë, do të bëhet kështu, do të bëhet ashtu, dhe me lindjen e fëmijës ata shohin se ky fëmijë është ndryshe, ky fëmijë ka një problem, të caktuar edhe është moment shumë i vështirë. Pikërisht për këtë arsye kam dhënë disa këshilla profesionale, emocionale në libër, ku do të mundem prindrit ta gjejnë veten, edhe ta gjejnë një dozë qetësie, edhe të mendojnë që në rregull nuk qenë kemi vetë, nuk dikush po mendoj ka për neve, dikush këto momente i paska mbledh, nuk qenë nga këto momente që mbesin në ajër dhe u zhduken, po dikush i paska marrë, i paska formulu dhe i paska vendos me një libër ku ne do të kemi mundësi mi shpërndarë me tjetër. Kjo ka qenë arsyeja kryesore pse kam vendosur që tulem edhe ti mbledh gjitha këto përvoja edhe ti shkruaj edhe sot kanë mundësinë gjithë ti lexojnë. Më la shumë për shtypje titulli realisht, sepse kuptova që sado që është një titull që i përket edhe fëmijëve, po
është i dedikuar edhe për familjet që janë përballen me të tilla situata, edhe nëse do të përcjellim një mesazh deri te ato, është shumë e rëndësishme kjo që e thatë pak më herët, se të gjitha presionet emocionale që vinë si pasojë të tilla rasteve nuk duhet neglizhuar, nuk duhet lënë anash, edhe duhet t'u jepet rëndësi edhe palës tjetër. Pse fokusin më të madh neve gjithmonë e vendosim edhe tek fëmijët, për shkak se sigurisht ato janë më të rëndësishmet, mirë po duhet t'i japim rëndësi edhe palës tjetër që ndjejnë të gjitha të ngarkesë emocionale që shkaktohet si pasojë për kushtimit të madh që duhet t'u jepet këtyre fëmijëve. Para se të vazhdojmë tutje, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, do diskutojmë edhe pak për librin bashkë me Boletinen, do të flasim edhe pak, të japim pak më shumë rëndësi edhe pjesës përmbajtësore të tij. Dua ta di sa kohë të është dashur të përpilosh të gjithë, të vendosësh të gjitha ato pjesët më të rëndësishme që ke dashur ti përmendesh dhe t'ua japësh prindërve në një doracak. Që t'jemi sinqert, edhe dua t'jemi sinqert, përpilimi të librit ka filluar dikon para një vit e gjysmë, gati 2 vite. Por pasi që jetojmë me një dinamik të jashtëzakonshme të punës edhe të jetesës, edhe gjithmonë tentojmë edhe përpiqemi që t'i ndajmë prioritetet se çka i kemi prioritare në jetë, cilave punë t'u fokusohemi më shumë dhe cilave më pak. Edhe fillova realisht para një viti e gjysmë t'i mbledh gjithë to, t'i përpunoj, t'ulem, t'i sjell në letër, pastaj gjana tjera, profesioni, jeta, obligime tjera familjare, obligime tjera jetësore, disi sikur më larguan prej tempos që e pata fillu. Edhe rastësisht duke kërku diçka tjetër në pjesën e dokumenteve dhe shkrimeve që i kam, e gjeta dikun me një skaj se punën e lanë në gjysmë. Edhe vendosta që mos ta lau më në gjysmë, po ta marrë ta kompletoj sepse e shihja shumë të nevojshme, sepse u përballesha me të tilla momente çdo ditë me prind, edhe vendosa që t'ulem, t'i la gjitha gjana tjera, t'i la anësh, t'i fokusohem maksimalisht kësaj pune edhe t'i mbledh. Vështirësi normalisht se ka, çdo punë ka vështirësinë e vet, i ka peripecitë e veta, edhe i ka sfidat e veta, megjithatë kur e ndjen edhe fillon me seriozitet edhe e ke atë qëllimin e mirë, se edhe qëllimin përfundimtar se çka do me kriju dhe çka do me bë, punët disi sikur lehtësohen. Edhe arrita me gjithë ato, shtu me mbështetjen e jashtëzakonshme mbi gjithë atë miqve të mi, të familjarëve të mi, njerëzve për cilën edhe publikisht i falenderoj edhe i kam falenderuar në libër edhe i kam falenderuar në promovim, sepse ata kanë qenë edhe krahu më i fortë i imi për cilët më kanë ndihmuar që teknikisht ta sjell këtë libër në jetë. Edhe gjitha këto e mundsuan u përmbyll me sukses, edhe sot libri është këtu ku është. Çfarë reagimesh more si nga ana e prindërve, të cilët i njeh edhe personalisht, por edhe nga ana e profesionistëve të tjerë? Reagimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i mirë. Ka qenë reagim edhe më shumë se sa i pritur prej anës time. Tash jam edhe më i vetëdijshëm se sa realisht pas ka qenë nevoja për me sjell diçka tillë për prindër. Ju shumë mirë e thatë se gjithmonë jemi të prirur ta shohim vetëm fëmijën si fokus, do të thotë në gjithë këtë histori, dhe shumë pak flitet për prindërit edhe për persona tjerë. Kjo është e njëjta situatë edhe në profesionin e juaj. Ne e shohim prej ekranit emisionin tuaj edhe themi ua çfarë emisioni i mirë, ose emision jo i mirë, se ka mendime të llojshme, por nuk e dim se mbas atij emisionit përpos moderatorët fshihen kamermanat, fshihen montazherët, fshihen është një grup, një staf i tërë, edhe ne zakonisht jemi të prirur ta shohim vetëm atë pjesën kryesore. Edhe në këtë histori është e njëjta gjë, i shohim vetëm fëmijët, por harrojnë se prapa tyre ka prindër që janë me net pa gjumë, ka antar tjerë të familjes që janë ndonjëherë ndihen që janë buzë greminës edhe janë buzë dorëzimit final në gjithë këtë histori, ka shoqëri, ka profesionist, ka terapist, pak kush flet për ta. Pikërisht për këtë arsye unë kam vendosur që në këtë radhë fokusin kryesor ta kem te prindërit, sepse e ndjej edhe nuk e kisha dashur asnjëherë
uroj që askush mos ta përjetoj ata që e përjetojnë prindërit, e fëmija me nevojat veçanta dhe jo vetëm të tyre, por ta ndjejnë spaku edhe zakonisht sepse gjitha këto mungesat të informacioneve sjellin deri te paragjykimet e shumta të shoqërisë mbi këtë kategori. Shpesh herë ndodh shohim prind të lodhur të cilët ndonjëherë edhe për ngarkesës të shumë, ndoshta i shohim si të padisponuar ose teksa ndonjëherë ka momente kur ata flasin me veten e tyre, edhe ne i gjykojmë sa keq ky prind ose ky person nuk qenë ka mirë, ne zakonisht e japim këtë paragjykim të parin, por realisht ne nuk e dim se çka fshihet në zemrat e tyre. Nuk e di se çfarë problemi ose për çfarë rrugë është duke ardhur ai prind në atë moment, edhe për atë po mundohemi si profesionist, po mundohemi që ta ngrisim vetdijen e shoqërisë, edhe më shumë për t'i pranuar, nëse jo për t'i pranuar spaku, mos t'i gjykojmë në shikimin e parë këtë kategori dhe këta prind. Kjo është pjesa edhe më e rëndësishme, mua më vjen shumë mirë që në kohët e sotme, sado kudo në vendin ton, jemi larguar pak a shumë stigmatizimit të madh që është bërë deri më tani. Kemi pas raste që vetë prindërit nuk kanë dashur ta pranojnë që fëmia e tyre është me nevoja ndryshe, e kanë pas shumë të vështirë që ta dërgojnë për trajtim ose të dëgjojnë fjalë prej rrethit, andaj më vjen mirë që sot kemi arritur në një ditë që mund të lirisht me vetë dëshirë të marrim një doracak edhe të lexojmë edhe të shohim se si duhet neve si prindër të reagojmë në situata të tilla. Më vjen shumë mirë që është larguar ky stigmatizim prej shoqërisë tonë. Të dalim pak edhe tek sfidat që përballen vetë fëmijët me nevoja të posaçme së bashku me prindërit. Ku i ke parë sfidat më të mëdha këtu në Maqedoninë e Veriut? Sfidat janë të prekshme. I shohim çdo ditë, duke filluar nga mungesa e infrastrukturës, që është bazamenti i një trajtimi të mirëfillt për këta persona. Personat me nevojat veçanta ka shumë dhe ka të gjitha llojeve. Ballafaqohen me vështirësi të mëdha, duke filluar nga infrastruktura rrugore. Personat me karrocë kemi parë raportime të shumta, kemi parë histori të shumta, kronika të shumta se si ata për çdo ditë ballafaqohen me probleme në lëvizjen e tyre, edhe pse e kanë të kufizuar dhe shumica janë me karroca, ata kanë problem për të arritur deri te destinacioni i tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Pasi që sfida kryesore e tyre krahas sfidës së infrastrukturës është sfida e mungesës së një edukate dhe një kulture të mirëfillt për të pas një qasje sa më pozitive ndaj këtyre personave. Për atë arsye edhe e thash se do të ende të punojmë që ta ngrisim nivelin e vetdijes së shoqërisë. Pastaj mungesa e qendrave ditore është njëra prej sfidave të cilën shpesh prindërit ma kërkojnë mua, drejtohen të unë si profesionist, pse nuk është që ky domen bie shumë në sferën time, po e kuptoj kërkesën e tyre sepse nuk din ku të drejtohen. Me sa e di, në Maqedoni nuk kemi një qendër me të gjitha kushtet adekuate. Ka disa qendra, por jo të bollshme për t'i plotësuar nevojat e prindërve dhe nevojat e fëmijëve. Pasi që gravitoj në komunën e Çajirit, edhe jam në këtë pjesë jetoj dhe e kaloj shumicën e kohës, për fat të keq një qendër ditore që i plotëson kushtet mungon në komunën tonë. Edhe prindërit shpeshherë kërkojnë kemi nevojë që për ato 8 orë ose 10 orë ta dërgojmë fëmijën tonë dikon që të mundemi ne dalim ti kryejmë obligimet tona dhe detyrimet tona që kemi ndaj familjes e ndaj punës, po pa e menduar se fëmia jonë është në gjendje të keqe, po ta dimë që dikun është mirë, është komod, dikush për kujdeset për ta. Ekzistojnë plot qendra private për të cilët japin një trajtim profesional të mirë, por për një periudhë shumë më të shkurtër se sa qëndrimi tërditor. Për atë edhe duhet në këtë aspekt të punohet pak më shumë, sepse duhet të ketë një qendër të tillë, duhet të kenë qendra të tilla sepse fëmijët
për fat të keq po shtohen me probleme me spektrin e autizmit, me spektrin, do të thotë me mungesën e deficitit të vëmendjes dhe hiperaktivitetit, edhe me shumë problematika tjera për të cilat ka nevojë. Ne nëse kemi vendos që t'i konkurrojmë shtetet tjera, nëse kemi vendosur që të futemi në mesin e shteteve tjera, të zhvilluara, ne duhet patjetër t'i plotësojmë disa kushte, t'i plotësojmë disa rrethana që të mundemi të jemi të barabartë edhe s'paku të tentojmë të jemi me një rang me ta. Në këtë aspekt mendoj se duhet pak më shumë të vendosat një theks pak më i veçantë në lidhje me krijimin e kushteve, do me thonë për këtë kategori. Nuk them që nuk është bërë asgjë, larg asajna, nëse marrim para 10 viteve si kemi qenë edhe tash si jemi, shifët se është duke shkuar puna, ndoshta me hapa më të vogël dhe më të ngadalshme, por kryesorja jemi duke shkuar, po gjithmonë ne synojmë më të mirën e gjithmonë. Sigurisht. Për neve si terapist edhe për neve si edukator special mbi gjitha për familjet, nuk është e bollshme. Edhe kërkojmë gjithmonë, jemi kërkues të kërkojmë, po mirë që ka njerëz që janë kërkues, sepse nuk do I lajmë pak rehat edhe institucionet me krijuar komoditetin edhe komfort zonën që të rrinë, nuk kanë kohë askush, në rregull jemi. Pse na janë shpeshtuar këto raste që I përmendet paraprakisht? Unë gjithmonë e bëj këtë pyetje se kemi pasur shpesh, kemi trajtuar temat e tilla nëpër emisionet tona, po them, a është problemi se nuk janë paraqitur këto raste, nuk kanë kërkuar trajtim, ose dinamika e sodit po I bën këto raste që të rriten më shumë? Ku e sheh ti situatën? Persona me nevoja të veçanta ka pasur gjithmonë. Ajo që e ka bë më ndryshe, do të thotë shfaqjen, nëse themi në thojza, ose daljen në skenë në publik këtyre personave ka qenë fillimisht problemi me si thash, me stigmatizimin, me ato se është trajtuar si tabu temë më herët. Nuk kanë qenë të disponueshëm dhe me disponim familje që t'i shfaqin këta persona. Do të krahas asaj, pengesa tjetër ka qenë edhe mungesa e kuadrave të mirëfillt. Më thash, tash ka kuadro, do të thotë kemi edukator special, kemi logoped, kemi neuropsikiatër, kemi psikolog të ndryshme, do të thotë edhe tash kanë mundësi ku prindërit të drejtohen. Edhe për atë duket se numri është më I madh. Ka edhe faktor tjerë. Nëse flasim tash konkretisht për hir bisedës, nëse flasim konkretisht për autizmin si sfidë më e madhe sot që po hasim si sfidën më të madhe që e hasim, atëherë ka edhe shumë faktorë tjerë. Njëri prej faktorëve që neve na bën të shohim se fëmijët janë me autizëm, është edhe pjesa e pseudo-autizmit, ose autizmit të rrejshëm. Në këtë grup bie ajo pjesa e fëmijëve që janë ekspozuar nëpër pajisjet elektronike të ankuar. Do të thotë mungesa që është shumë e shpejshtë. Ne jemi dëshmitar se çdo kund ku shkojmë I shohim fëmijë të shumë të vegjël, duke filluar prej moshës para 1 vjeçare, ku prindërit e bojnë pa vetdije, bojnë një gabim shumë të madh për ta marrë një dozë rahatie në punë të tjera dhe obligime të tjera, shpesh detyrohen që fëmijët e tyre t'u japin do të thotë tablet, telefon, ose t'i lënë para ekranave televizive, që të ndjekin lloj përmbajtjesh, vetëm me atë qëllime se po rrini qejet dhe unë po mundem në atë moment t'i krij obligime tjera. Kjo në aspektin edhe do të thotë në kohë më gjatë, shohim se paraqet dhe sjell deri te një pasqyrë klinike jo e realt e fëmijëve. Dhe shpesh, kur fillojmë me I trajtu ato fëmijë dhe me punu me ata fëmijë, shohim se e fëmijë nuk është autik. Nuk ka realisht pasqyrë autike, siç duhet komfort protokollit tonë profesional për ta vlerësuar se fëmijë është autik, se ka disa elemente dhe disa kushte që duhet t'i plotësoj. Edhe shpesh kemi ndodhur edhe për fat mirë që ka ndodhur ajo, e kemi pa dhe kemi thënë prindve, jo, fëmia jot nuk është autik. Nuk ka, edhe pse duket, po nuk është për shkak se kjo gjendje, këtij fëmiu është imponu si pasojë e teknologjisë. Normal, ne dim se
tash me këto telefonat e mençur në qoftë nuk ka bashkëbisedim, nuk ka interakcion. Në qoftë se nuk e shtypim atë butonin ku është për ta ndalë videon, tashmë kemi rrjedhin videot pa ndërprer. Do të thotë nëse nuk ndërveprojmë për ta ndalë, mund të shkojnë 24 orë fëmia të jetë përpara telefonit edhe mos ketë kur një farë lloj komunikimi dhe të jetë absolutisht i shkyqur prej rrethit dhe shpesh kjo na sjell te problemet e tilla. Kjo është njëri do të thotë njëra arsye. Arsye tjetër është edhe mungesa e prezencës emocionale të familjarëve dhe të prindërve në familjet e tyre. Kur them prezencë, nuk e nënkuptoj atë prezencën fizike të jenë aty. Se mundemi me qenë dy prind, secili nga një skaj të dhomës, me telefonat të tyre në dorë, edhe të jetë në një skaj tjetër fëmiu i tyre me telefon të lloj tjetër në dorë, duke pa diçka tjetër, edhe të rrinë 3 ose 4 orë dhe 5 orë të kalojnë, ndërsa mos ketë asnjë fjalë. Ne e dim se vetëm prezencë fizike asgjë. Prezencë fizike. Për këtë arsye dhe mungesa fëmijët po karakterizohen shumë me mungesë të folurit, me probleme në të folur. Kjo vjen si pasojë se ne e dim se të folurit mësohet nga dëgjimi. Në këtë rast, nëse fëmijët nuk dëgjojnë asgjë në shtëpi, po dëgjojnë vetëm telefon, normal se ato do të kenë prirje edhe do të jenë më të ekspozuar për ta mësuar gjuhën angleze si gjuhë të parë, dhe jo gjuhën. Këtë kemi vërejtë shumë si fenomen. Po tash është fenomen që shifet sepse prindërit po bëjnë gabim shumë të madh, shpesh ka ndodhur e kanë ndjerë dhe kanë shpresë në formë krenarie se po fëmiu im nuk i ka ende si ka mbush 2 vjet dhe flet gjuhën angleze perfekt. Nuk e din se është gabim ajo. Ka kohë kur fëmia do të mësojë gjuhën e huaja. Tash kemi mundësi me mësoj gjuhën e huaja, nuk është problem, edhe nuk kemi ku ikim prej asaj. Se globalizimi e shohim, ne ka kaplu gjithë, edhe pa gjuhën angleze edhe me desh ne mos me mësu, po na imponohet me mësu. Dhe për këtë arsye shpesh fëmijët gjuhën e nanës po e llogarisin vetëm si gjuhë të dytë, si gjuhë të huaj. Këtu po lidhin problemet. Pastaj kemi të vështirë si terapist për ta bërë tranzicionin prej gjuhës primare që kanë gjuhën e huaj në gjuhën e nanës, edhe këto po na sjellin sfidat, po prap mirë që ka profesionist, mirë që ka kush të ulet edhe të punojnë edhe të kanë ku prindërit ku drejtoren dhe ku të marrin qasje. Në fund të ditës janë vetëm fëmijë që janë ende në zhvillim dhe këtë duhet ta kemi shumë të qartë, edhe mos t'i ekspozojmë në këto bombardime teknologjike që sado që mendon që po ta lehtësojnë jetën ty si prind dhe po të japin kohë të lirë në këtë dinamikë që është shumë e kuptueshme në këtë dinamikë që jetojmë, megjithatë fëmijët i vuajnë pasojat, mandej paralelisht edhe prindërit. Para se të vazhdojmë tutje në pjesën tonë të fundit, do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthehemi përsëri në studio, do të vazhdojmë diskutimin tonë në këtë pjesën tonë të fundit, na ka mbetur edhe pak minuta kohë, megjithatë do të mundohemi që të shtjellojmë të gjitha gjërat e rëndësishme që duhet shtjelluar. Sa është e rëndësishme ndërhyrja e hershme tek fëmijët me nevoja të posaçme? Kur vren ato simptomat e para dhe kur prindërit duhet të thonë, ok, tani është momenti që ta bëjmë hapin e parë? Pyetja më e mirë, edhe pjesa më e mirë ku ndihem vetvetja. Pasi që gjithmonë e flas edhe jap theks veçantë të ndërhyrjes së hershme. Sa më herët që të identifikojmë problemin, aq më të mëdha janë mundësitë që të krijojmë plan program, të krijojmë strategji dhe një metodologji të duhur për të punuar me këta fëmijë. Ne e dim se cilat janë ato simptomat e para ku duhet vetëm ne të reagojmë. Mungesa të folurit është, do të më thonë, sfida e parë, nëse fëmiu vetëm se ka kalu moshën 2 vjeçare dhe ne ka një fond shumë të vogël të fjalëve ose nuk ka fjalë as pak, duhet të reagojmë fillimisht tek pediatri apo mjeku për cilën kujdeset, do të thonë, për atë fëmijë, zakonisht kontakti i parë i fëmijët pas familjes jashtë do të thotë rrethit familjar është mjeku pediatër, pastaj të kërkohet ndihmë prej edukatorit special më të afërt, prej logopedit më të afërt, psikiatrit, psikologut, neuropsikiatrit, ka një gamë të madhe të profesionistëve që bashkëveprojmë
për qëllimin e njëjtë, mungesa e shfaqjes emocionale. Për shembull, mungesa e interaksionit me prindër edhe mungesa e interesit për gjithçka që ndodh rreth atij fëmijës. Do të thotë mungesa e socializimit. Gjitha këto janë vetëm se tregues se diçka jo e mirë po ndodh me atë fëmijë. Andaj intervenimi i hershëm realisht është çelësi për sukses. Nëse ne kemi çelësin në dorë, atëherë ne realisht e kemi në dorë edhe pjesën kryesore për cilën besojmë që fëmiu edhe do të mundohemi që ai fëmijë të pavarësisht pengesave që i ka, të arrijë që të jetë i aftë për të kryer punë dhe për të kryer aktivitete edhe gjëra do të thotë në mënyrë autonome të flas. Andaj duhet të reagohet. Nuk duhet të anashkaluar, nuk duhet të... Unë shpesh ju bëj apel edhe i shfrytëzoj gjitha momentet t'ju bëj apel prindërve që mos bin pre e rrethit, se shpesh herë prindërit me pa dëshirë bien pre e rrethit, po jo se për ky fëmijë motra vet ka fol ma vonë ose fëmiu i motrës ose fëmiu i vllaut ose i kushëritit ose një fëmijë atje, kështu gjithmonë i marrin do shembuj prej familjeve se ky ka qenë kështu. Për të mos e pranuar ndoshta faktin. Vetëm për mos ta pranuar që me fëmijën e tyre po ndodh diçka. Ato mirën në aspektin kur flasim të anamneza, gjithmonë e pyesim edhe për anëtar tjerë të familjes mos dikush ka pas një problem tillë. Sepse anamneza është e para për cilën ne duhet ta dim ta formojmë atë mendimin për këtë fëmijë se ku takon. Por fëmiu është karakter në veti, është histori në vete. Edhe pse ndoshta vllai ose motra ka fol më vonë, nuk duhet ta marrim ata si bazament se të presim, se ka fol moshën 4 vjeçare vllai, do presim ne deri moshën 4 vjeçare do rrim komod sepse do vije shpesh ka ndodhur që ka kalu 4 vjeç, 5 vjeç dhe nuk ka ardhur momenti i tillë. Nuk ka ardhur ajo çka prindërit e kanë brit. Edhe pikërisht këtu pastaj ka ndodhur ato dëshpërimet, ato eksplodimet emocionale, ato zhgënjimet e tyre se nuk pas ka qenë pritshmëria ashtu si që kemi pa. Edhe shpesh ndodh vinë mas moshës 5 vjeçare. Vinë kërkojnë ndihmë për herë të parë. Edhe neve na detyron t'i rrudhim katë të themi po tashmë vetëm jemi vonë. Nuk do të thotë që nuk mund të mrrim diçka, po nuk është e njëjta sikur ta kishit sjell fëmijën e tyre në moshën 2 vjeçare. Pikërisht kjo është arsyeja pse intervenimi i hershëm ka rëndësinë e vet, edhe është një fjali që shpesh përdoret te ne, këto më mirë do të thotë të prevenojmë diçka se sa të shërojmë pastaj. Shumë e rëndësishme. Kjo është me rëndësi. Pastaj pjesa tjetër që vjen, nuk kemi ku me ikë, megjithatë ne sfaku me anë të preventives dhe intervenimit të hershëm, sfaku ti hapim ato rrugë edhe ta lehtësojmë procedurën ta bëjmë atë lehtë. Cili është mesazhi që do t'u japësh prindërve që sapo po përballen me diagnostifikimin e tillë të fëmijëve të tyre për fund? Mos hiqni dorë, mos pavarësisht problemeve, mos u zhgënjeni, gjeni forcën tek fëmia juaj. Kërkoni ndihmë, nuk është turp me kërku ndihmë prej profesionistëve. Në fund të ditës është fëmia ai i cili e bart atë peshën kryesore të asaj sfide dhe asaj gjendje të cilën është. Kërkoni ndihmë. Nuk ka pyetje, shpesh prindërit druhen se mos po bëjnë pyetje të gabimshme, pyetje gabim. Unë shpesh tham, pyetja më e gabueshme është ta pyetje që nuk parashtrohet fare. Do të thotë pyetni se nuk ka pyetje, ka ndoshta momente për të cilave keni pyetje dhe keni gjetë, ndoshta në momente keni gjetë një zgjidhje për më tutje. Andaj shfrytëzojeni gjitha mekanizmat, le të shfrytëzojnë gjitha resurset, le të shfrytëzojnë gjitha rrethanat vetëm për të kriju një rrugë sa më të lehtë për familjen e tyre. Librin për të cilën kemi folë dhe kam folë dhe është, unë po shfrytëzoj rastin edhe mediumin juaj, sepse këtë libër unë e kam kriju edhe në versionin elektronik, që me pas qasje gjithë edhe libri është falës, është pa pagese, kam kriju për
si sheh falënderimi edhe borxh ndaj gjithë prindërve. Gjithë ata që e shohin këtë emision, e ndjekin, librin tim mund ta gjejnë shumë lehtë në rrjetet sociale, mjafton ta kërkojnë emrin tim, Boletin Zenuni, dhe ose të më shkruajnë, unë do t'ja dërgoj versionin elektronik. Ta shohim edhe po shpresoj që ky libër do t'ju ndihmoj jashtëzakonisht shumë spaku për ta ëmbëlsu dhe për ta zbut atë gjendjen e tyre. Boletin, të falenderoj përzemërsisht për të gjithë ato që i the sot për ne dhe për të gjithë ata që na ndjekin. Ishte një ndër bisedat më përmbajtësore dhe më të bukura që kam pas. Të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe për anës juve.